Këtë herë harroni xhirimet klasike me ne të katërta në makinë. U kthyem në qytetare model me mision ambientalist. U nisëm drejt Durrësit, hypëm në autobusin e linjës si çdo qytetar shembullor dhe në çdo ndalesë kishim nga një sfidë. Prit! Hajde more, hajde! Le të themi që qyteti nuk ishte gati për ne, dhe as shoferi i autobusit. Për të parë se si u kthye çdo stacion në një reality show spontan, shikim të këndshëm. Po si shkon në transporti publik, është okej tani? Është përmirësuar? Është ministre e transportit. Je po, të jem unë. Jo, faleminderit, lut lum goja o zot, inshallah bose bëhem. Nuk jam për momentin, por një ditë do bëhem bose. Unë kam jetuar këtu. Po. E din, më mban mend. Sa është ky? S'ma mend thot kur ka ngrënë bukë. Jo me të maj me ty. A i punoj frenat mirë të autobusit, se kështu si frenoka. A, të provoj të frenoj unë? Jo. Valla, a është manual apo automatik? Se manual nuk e di. O, Gjagj. Shpirë. Ua? Shpirë? Asi gjo. Kaluam grada tjera të njohjes tonë. Kjo nga Kristiana. Jo, unë kom, Këtë mos të. unë kom diko të një 18, një 15, në Tiranë kom, nuk kom. Ke nusën tjera? Ke nusën Tiranë, dashnore? Ke dashnore në Tiranë? Po me ta pa gruja këtë që ty? Se shef. Që e ka me marrë burdur sa, këta që e kanë tradhtar të ndyrë. Pas ke 4 dashnore. kamarierë. 4 kamarierë? 4 po i ma do të 4 aty? I ma 4? Po me çaj ban? Herani. Me lek? Autobusi parë na la te ky stacion. Ani do marrim prapë autobusin dhe të shohim ku do plasën. Vazhdoj. Durrës Klepa, hajde. Do të dulem ku? Sa u vënoka autobusi, ma e menon 15 minuta vënoj, tani u vënoka 30 O zërë, po për tik në shkollë, si ja bënit ju? Unë qosha në 6 mëgjesit. Me prit autobusin? Qosha në 7 i qrej kisha të autobusin, në orën 8 isha në shkollë. Kur t'ju thoj nënat e juja që qa rrugë e bënim ne për shkollë, nuk keni para asgjë akoma. Nuk keni para asgjë se jam ajpën në autobus për kokër qefi tante byrek edhe ikte në shkollë. Pa. Durrës Klepa, avash, dhe ajpën trotuar. Hajde, autobusi radhës, që ka vlu kë, që ka më i verdh. A ti tregoj një sekret timin personal për sot? Kam veshur pijamat poshtë e kisha to. Unë kam dalë shumë... Po më doli ndonjë gjë rozë vërdall, kam pijama. Hajde Gjagji, mi se erdhët. Ina hosteset e autobusit. Gjagji, kjo është ministri e infrastrukturës, ka ardhur për inspektim. Si ndjesh në nga transporti publik, të pëlqen? Shkërë se hypem ikim, po... Çfarë do dohet të ndryshojë ti për shembull? Çfarë do t'i jepje më vizion këtij autobusi? Do ishte aromën e keqe. Ju keni brevë dhe botën, po... Ua, ta kisha bret votën ishte. Zdo isha këtu tashi. Ti e Gjagji, rëngjes, ti e këdi sot. E vërtet, shumë e Ku vërtet. do ulesh? Zgjidh ku duash ti. Këtu? Aty, ulu. Ulu një ku të doni. Nuk kemi asnjë vend të rezervuar. Autobusi duhet. Ti je shoferi? Kujdes me frenat, se çfarë na hodhi një autobus tjetër. S'ke frena fare. Fiks tu të kërkoja. Fiks tu të kërkoja. Ema këtu, Leo këtu do vdesi. Ema këtu, Leo këtu do vdesi. Unë sa fësirat kam. Do goca pse e ul tu, ti shoh? Nga gati dytë. Sot e kemi pa pagesë. Jo, vendi VIP kushton, vendet e tjera janë. Qofse Vendi VIP vjen keq, vendi VIP nuk bëjmë tolerime, por vendet e tjera. Po, e keni pa pije vendin VIP. në qoftë se do rini në kamp e rregullojmë, po ulet ashtu lutem shumë. Mendoshin veshë me i tavolinë të madhe, këtu që të hani të pini, mos lodheni fare me hik shtëpi, vetëm të hani këtu, t'ikni për punë direkt, mos lodheni. Të hani për këtu, ja.
të çoj. I ke marr. Fix fare. Po mendoj se një banjë mund të jetë kjo prerja këtu? Vizionare fare vetëm një. Ja. Po ka ish për sot. Fixja, kjo ulesh. E mbyllën. Civita. Je, vogël o për sevda. Civita. Je, vogël o për sevda. Si që ju thamë për çdo, më falni se kam maskerina, stacion kemi një sfidë dhe sfida jone e parë është që Ema do jetë shoqja ime e huaj, spanjoll, italiane, që dushti, hola amiga. Dhe unë jam shoqja e vetë shqiptare që e kam sjell në vetë lindjen time që e dua shumë dhe e dashuroj. Yo me encanta mucho aquí, amiga. No puedo Më vjen mirë. Tu, Albania, me dames. En honor. Ti Shqipëria me je banderën. Don't look, thot. Don't look my, you know, when you scratches. Look. Jepene me qera. Më falë se, a di gjutë huaja se kjo shoqja ime është e huaj dhe nuk di ku t'i shpjegoj ku është plazhi. Hola. A di kështu anglisht ose spanjisht t'ja shpjegosh? Në më shku të plazhi. Sí, para notar. Hajde më tek. Pero no sé cómo tú hablabas. Në Durrës. No sé, no Nuk di si ta më smere vesh me këta se nuk di gjutë huaj. No capito. Uno kryzimo. Jo. 1 kilometër e ky, aty, Durrësu. Një autobus. Po një autobus Durrësu. Uno. Ha, Sí. Uno eso o eso. Po, Durrës. Pero no capito, no. Durrës. edhe herë o qatë, 1 kilometër e gjysë. Peq aty, e kam Durrës. Qysh ja shpjegoj kilometër? Një fëtë, po më të. 1 kilometro. Po, 2 kilometro. autobus aty, Durrës. Gjirimi parë me sukses, amika. Ishte një gërzimo, si ishte 1 1 kilometër e gjysë. Po. Dhe që doja të poja tani tjetër. Tani ka presim të shkojmë në stacionin tjetër, se kemi sfidën e radhës. Ne ndaluam tek stacioni radhës është Galaktiku, duke qenë se këtu njerëzit bëjnë shumë lek, se ka biznese, pra janë rroba, ka parfume, ka gjëra, dhe ne do mundohemi të shesim sa më shumë që të bëjmë lek, mani. Kjo është sfida jone radhës, Kesiana, dhe zgjo nga gjumi, se ne tani do shesim dhe do fitojmë lek. Ore, këtu në Durrës që ka super djell. E pra kështu është koha këtej se prandaj jam kështu si djell. Shitja më seksi e Durrësit. 5.000 lekë e gjeni tani, ose heshti për gjithmonë. Gjagji, blia nuse stën dhe Gjagji që t'jetë sa më romantike sot me ty. Nuse. Pa. Unë jam 70 vjeç, nuse, çfarë nuse? Ela je ti më i gocë, ela je o. Po dashur ke? S'ka. A si gjë s'ke? Si se s'ka. Me karriti. Po dhe ko, ku ty. Këto pantallona ka ardhur direkt nga Fashion Week, i ka veshur Kim Kardashian. Nëse doni t'i veshni, janë 5.000 lekë, vetëm 5.000 lekë i gjeni këtu. Na blije një për vete. Hello bossi. Që. Ha. Nëse m'vin femnat më sanë mrapa. Po, tashi më vin femnat, meshkuj s'do vin femnat do të vinë, tashi varet se ku di unë po. Te ka vesh Kylie kur ka qenë i vogël, e ka vesh ajo te festa abetares, kështu që nëse doni ta merrni 5.000 lekë te teta Linda. Ua, kjo zonja këtu duket fiksi një nga ato zonja që kërkon një parfum floral. Se kjo zonja këtu më vinë parfumet nga Italia, nga Hollanda, Angli. Hajde provoj herë këto shifi. Kjo ka kështu 2.000 euro, me ju thënë drejtën, sepse e ka bërë Giorgio Armani para se të vdiste. Dhe e kalon amanet me shik në Shqipëri, pikërisht të Durrës. Edhe tash problemi është se
Nuk do e shesim të mirë, ose Gjoxh Armani kryu punë tani me këtë botë, kështu që doja u shesim 5.000 lek. Vetëm për 5.000 lek ju përfitoni, ja erdhi dhe autobusi, prisi se erdha se nuk sa të shes to. Hajde Flina, hajde, man hajde. Hajde të fort. 4.000 lek pazari i fundit, nuk e ku gjë më të mirë, me prove keta, shi qa do ma? Është mirë. Pa. Dhe marrësh, 4.000 lek, po. Po ti do ta jap 5. 5? Qyqa, unë të bë pazari që më regull mi, unë më kotë sa 6. Ah, këtë e ka vesh Georgina Rodriguez, la mami, la papi. Tashi nëse ju doni se ajo i vesh të stile, ka ardhur direkt nga Dubai, se ajo tjerë të kujtohet në Arabi. Ka ardhur direkt nga garderoba e saj dhe do e shesi për vetëm 5.000 lek. Një çantë shumë unike, që i shkon stilit të dursakve. Fix. E vishni edhe me xhinse dhe me çfarë doni, domethënë është shumë e kombinueshme. 5.000 lek, mos e humbisni. E jani këtu te nëna, i keni të gjitha. S'më bleu asnjë rroba, jam... Duhet të shlet rroba. Po kur ta biznesin timon, nuk do vini të mblini ju mua. Po bubi kaçurrel, nuk fitova asi lek. Ti mendoj që të fitosh sfidat me mua ndonjëherë, ti dhe Ti ishe dikush duke tjetër shitur në parfum vit. dhe çanta. Çfarë lidhje ka? Si s'ka Janë lidhje. justifikime. Unë kusa më Kur vite një njeri nuk e arrin qëllimet e veta që justifikime. Unë Ti ëndrat- je një njeri nga Durrësi që nuk shet dot një pal rroba. Unë ëndrat e mia i kam bërë. Po mos të ishte andale, ti do ishe duke shitur rroba në rrugë. Sfida jonë e radhës është të bëjmë foto me qytetarët e Durrësit. Do i themi që gjajmë një personazh të famshëm dhe do i themi do i kërkojmë foto. Do e bëjmë të ndihen si ne. Bipa. O çuni! Ledri. Sa i gjak e Ledri Vulës. Ti je? Ledri Vula je? Ti je ai? Wow, identik. Po, më duket se je ai dhe po tallesh. A mund të bëjmë një foto bashkë? Okej. Ua, buta! Ti je buta? Po, zemra. Arbërie Hatërgjona je? Se të mbaj mend që e vogël. Ti mua. Po, Syre. po, kur jam qenë e vogël fëmijë, jemi takuar vaz. Po, Ka mundësi. unë jam goca e Ismetit. Po, ja, këtu afër rri dhe unë. Po kjo është Arbëria Hatërgjona se e mbaj mend, po që ka nga që është rriti qik tani. Jeti vjetëm qitë, koma marrë përësi. Kamer. O Gjaxhi! O Gjaxhi, Salim Berisha jeti? Saliu e? Po! Saliu ka... Ua jo, ti e Saliu! Ua, gëzohem shumë që të takova. Po si një qenë më shëndet? Po, një... O, shqyr, po si fitova as të herë zjedhjet, ë? Nuk i fitove zjedhjet. I ka pitota, e Saliu. Unë jam fanse e jote, a mu ta bëjmë një foto bashkë? Kush e ti një se aty? Fanse e jote. Ha? Fanse e jote. Ti e Sali Berisha dhe unë du të bëj një foto me ty. Kam Saliu, më nga ka thonë. Jo, Saliu je ti. Po ka me te, Saliu është... O, lene kënë Saliu gjo. Se? Ti si Saliu je? Ti je Sami Kalmi? Po, unë jam. Ti je? Po, edhe unë që shëmë. Vërte? Po, vërte. Ua, po më këndoj një herë ta vërtetoj. Më këndo, thash, nuk du le, kam vetë. Hajde. Jam nga Fieri, po e dum dhe Elbasani, s'ka problem. Do bëjmë një foto bashkë, aman. Pasha, zoti, sa... Ore, Sami Kalmi, o zot, një bëjt foto. Shiko? Më shafo në shetë. Bëj poza. O, zoj, kujdesi ke ladu. Po ti, ua! Ore, Sami Kalmi, që ke humoristi madh ti? Kujdes, e ke la kokën? Që ka për mami ti? Po, këshura? Po, mu. Do shikosh bëj foto? Zotin, tani herë? Që? Baski e... Hajde, këndo. Këndo se, o kam taku Sami Kalmin. Baci mi zamba, o kur të pasu pas merak. Jarina, ne, jake nanahi. Ha? Sa bukur? Ha? Elbasani bukur, Elbasa. Skena para,
Krenaline për sevda. Hajde, si vi trashgohet si e pëmëtomën. Yrëm që kambët. Minon, prasim Ua. qik si dursak. Dursi më pëlqeu shumë, ky dielli më kënaqi fare. Ema ma prezantoi shumë mirë, dhe pse nuk doja të ma prezantonte autobusave, për pak rëndësi ka kjo. Rëndësi ka që ta prezantova, aj sa mbaj mend dhe unë se jam shkëputur, ka goxha kohë që jam shkëputur, Po por duke si nga Dursi akoma, s'ka ardhur mirë në Tiranë, nuk ka ardhur. Ja. më duhen dhe ca vite rikonstrukte. Ke vërtet. nevojë për pak riparime. E. Ti do kënaqesh shumë. Dursi është shumë i bukur. Si që shifni, o sa e bukur ajo aty që lexon Durrës. O zot sa e bukur. Doam t'i falenderojmë gjithë qytetarët e Durrësit që na kanë Për mbështetur. respektin dhe për votat që do japin ministres së infrastrukturës. Ju premtoj që do e ndryshoj Durrësin bashkë me ju. Ju premton që ta bëj një banjo në autobus, ju premton. Ciao.